Në ndërkohë, me që dolem të suplementet, jemi vedisu, po jo dhe qaq. Për shembull, e dim që duhet me marrë vitamina, por nuk i dim kohën, ose kombinimin. Tazëm, a mund të kombinojmë në mëngjes, një vitamin C, një zink, ose një kalcium, t'i marrim trijat bashkë me një herë dhe t'nisemi për punë pastaj? Zakonisht vitaminat preferohen, për shembull vitamina C, unë nuk e preferoj pa u konsumu një vakt, do më thanë mundesh me marrë një ves me hangër. Po, vitamina C preferohet në mëngjes, pas mëngjesit, për shembull edhe vitamina D. Preferohet një orë pas mëngjesit ose në kohën e paraditës. Pse nuk bën me u konsumu vitamina D në mbrëmje? Shkaku se ul ekuilibrin e prodhimit të melatoninës. Melatonina është shumë e rëndësishme që ne të flejmë siç duhet. Se tash u bë trend edhe melatonina për me flej të rahat. Po. Kështu që duhet, asnjëna prej suplementeve në mëngjes nuk rekomandohet para shujtave. Para shujtave, unë personalisht nuk e rekomandoj. Asnjë. Jo. Përveç tabletave që i kanë zakonshme këta me smundje kronike që janë letroksat e ndryshëm. Ato nuk janë suplemente, ato janë veç sintetike. Po. Ato patjetër, rekomandimi i mjekut. Po. Do të thonë, duhet me u cekt patjetër që duhet me u ndjek qa rekomandimi i mjekut, patjetër.